Reperi i njohur Ledri Vula ka qenë së fundmi i ftuar në emisionin Pushime on Top me moderatorin Eni Sheu, ku përveç projekteve të tij muzikore, ka ndarë edhe mendimet e tij për disa prej artistëve në skenën shqiptare. Gjatë intervistës, Ledri ka përmendur me simpati gjestin duke e vlerësuar për stilin e tij të veçantë dhe energjinë që transmeton në muzikë. Kisha pasur dëshirë të shkoja në studio me të, vetëm ta shoh si energji, mënyra si punon, i ka disa këngë shumë të mira. Tha Ledri duke lënë të hapur mundësinë e një bashkëpunimi të ardhshëm me të. Kjo deklaratë vjen në një kohë kur shumë artistë të njohur po hapin dyert për talente të reja duke e pasuruar tregun muzikor me prurje të freskëta dhe dinamike. Megjithatë, Ledri ishte më i rezervuar kur u pyet për Joz Markun, një tjetër emër i ri që ka fituar vëmendje kohët e fundit. Pa shumë hezitim, ai u përgjigj shkurtimisht: "Me Jozin jo." Edhe pse nuk dha më shumë detaje për këtë përgjigje të prerë, refuzimi i qartë ka ngjallur diskutime në rrjet. Intervista e Ledrit ka reflektuar një anë të sinqertë dhe të drejtpërdrejtë të tij, ku ai nuk nguron të shpreh hapur opinionet për kolegët dhe skenën muzikore shqiptare në tërësi.